duke po gjithë këtë grind që ke për sportin, edhe me që po flishim pak për ndërthurjen në sportit me politiken. Nesër Gjergji është ministër i sporteve. Qa janë 3 reformat e para që ndërmerr? Gjergji ka vendosur në vitin, unë kam pas një fillim historin gazetari nga 93 deri 97, Radio Tirana, Televizion Shqiptar, Departamenti i Fëmijëve, gjatë kohës gjimnazit nuk u impenjova, madje më duke si një që bëja më kurrë, kisha komplet tira fokuse. Për parantezë, unë kumërova gjimnazin, konkurova për inxhinjeri ekonomik, informatik, i fitova të 3 konkurse Tirana ekonomik, pra nuk mendoja më që jeta ime do ishte lidhur me sportin, përveç tifozit. Por pastaj një detaj i vogël më futi prapë në gazetari dhe ngela në gazetari dhe unë nga viti 2001 kur kam filluar gazetarin, i kam vendosur në jetën time që nuk do bëj asnjëherë në profilin e sportit asnjë punë tjetër përveç se gazetari sportiv. Kur miqtë e mi kanë përfunduar në për institucione, në për federata, dikush zëdhënës, dikush me projekte, në për komitete olimpike, ata që kanë qenë më të mëdhenj janë larguar në pension, unë kam thënë që nga dita parë deri në fund do bëj gazetarin. Me kostot e veta që mund të ketë ky lloj profesioni. Dhe do mundohem që të rritem nga pikpamja e qenies financiare duke bërë biznes siç bëj vitet e fundit. Kështu që e parë në këtë këndvështrim unë nuk do të jem asnjëherë pjesë e politikës në mënyrë të drejtë për drejtë. Por që çfarë do të këshilloja unë ministrin e sporteve? Po. Për parantezë unë do të them që unë kam shumë miq 3 persona që janë shumë të rëndësishëm në vendimarrjet sportive të nivelit të dytë. Gerti Shima që është sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik, Gjergji Muzaka që është drejtori i sporteve në Bashkinë e Tiranës dhe Endri Hoxha që është zëvendës ministri i sporteve. Të tre kanë këta shumë miq. Janë super kinga, vinë të 3 nga fusha e sportit, taekwondo, basketball dhe futboll. Janë të 3 e-sportistat më të edukuar dhe të arsimuar të përkatësisë, por për fatin e keq të tyre personal nuk kanë asgjë në dorë. Në këtë vend, vendimet e mëdha i merr kryeministri Edi Rama dhe vendimet e vogla për sportin i merr kryetari i Komitetit Olimpik Fidel Ylli. Këta janë thjesht ekzekutues të vendimeve. Nuk kanë të drejtë as të propozojnë. Ose edhe nëse kanë të drejtë të propozojnë, gjëra tjetër në kosh. Dhe për këtë më vjen keq. Për të 3 këta, sepse kanë potencial të jashtëzakonshëm për të bërë gjëra të mëdha. Për të rikthyer temës, reforma e parë është rilindja sportive. Nëse Rama, dhe unë e komplimentoj, ka bërë rilindjen urbane, ku në çdo qytet ka bërë qendrat e qytetit e tjerë, duhet pa diskutim që Shqipëria të përfshihet në një rilindje sportive, ku në çdo qytet të ketë kompleksin e vet të madh sportiv. Një mini stadium, 3-4 fusha futbolli, 2-3 fusha volejbolli, 3 fusha basketbolli. Nga Vermoshi në Konispol. Sepse vetëm infrastruktura dhe zgjerimi i infrastrukturës do të na krijonte mundësinë për të pasur masivizim, për të çuar fëmijët e sportit për të pasur rezultat. Sporti amator ka një lidhje të drejtë për drejtë me sportin profesionist. Bëhet i tillë nga mosha 9 deri në 15, pastaj kthehet në biznes. Nëse kjo nuk ndodh, dhe nëse marrin vendime me PPP për të bërë ca stadiume të mrekullueshme që duhen mirëmbajt, do unë dyshoj kush do t'i mirëmbaj. Shkodra, Elbasani dhe Kuksi po degradojnë si stadiume që janë bërë me shumë para. Nëse bën stadiume të mëdha për fasadë, për të pritur finalet kampionateve europiane 21 vjeçarëve të tjerë janë shumë që bëhen. Por nëse një 7 vjeçar i cili gjendet sot në Lushnjë, në Fier, në Shkodër, në Vlorë, në Kukës, nuk ka ku të lojë për të lagjën e tij, çfarë po më duhet mua që Gjermania dhe Franca luajnë finale kampionatit evropian në Shqipëri. Të japim një mundësi 7 vjeçarit shqiptar të luajë dhe pastaj të japim mundësi të Gjermanisë dhe Francës për të bërë PR-in e vendit. E dyta që do bëja do ishte privatizimi i klubeve të futbollit, jo vetëm të sistemave, por dhe aseteve. Shqipëria ka vetëm një shans që të bëjë biznes me sportin. Privatizimi i aseteve në mënyrë që pronarët e klubeve të sportive, të ardhurat e tyre të marrin nga shfrytëzimi i aseteve. Të luhet futboll në stadiumin e Lushnjës, por pronar i klubit të jetë një biznesmen që të rentabilizojë dhe stadiumin, pra të marrë të ardhurat nga stadiumi, nga qirata, të tij, të marrë një kredi etj. Që kjo ka ndodhur vetëm në pak vende. Dhe ajo çka është më rëndësishme e treta, po pse edhe disa lehtësira fiskale, derisa për një 5 vjeçar, derisa klubet sportive apo shoqata sportive të kenë mundësi, siç është ligji i sponsorizimit në Kosovë, që do të ndihmonte shumë dhe sportin individual. 30% të ardhurave nga tatimet që kompanitë janë të detyruara të japin Kosovë, ata mund të sponsorizojnë për sportin. Kjo do të thotë që nëse Gjergji Stefan biznesin e tij duhet të japi shtetit në fund vitit 10.000 euro, 3.000 euro për atyre mund të rimbursojnë në sport. Dhe Gjergji mund të sponsorizojë një mikun e tij ciklist që të ketë një biçikletë dhe që të garojë. Dhe pra sponsorizimi i niveleve të vogla po themi, që mund të jenë mira ndërmarrje të tilla që mund të sponsorizojnë sportin të atletët. Këto janë 3 pikat kryesore: infrastruktura, privatizimi dhe sponsorizimi. Asnjëra nga këto nuk është bërë. Është premtuar, por nuk është bërë.